4 të dyshuarit për rastin Thesari janë thirrur sot në gjykatë dhe pritet arritja e tyre. Vazhdon gjykimi i rastit të Kumanovës, dëshmitari ankohet se është keq trajtuar nga policia. Fillon me shumë probleme Universiteti Nën Tereza, në mungesë të objektit do të shfrytëzoj hapësirat e UEJL-s. Ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu në kundërshtim me Kushtetutën thotë se shkollat fillore private nuk janë të jashtëligjshme. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në lajmet qendrore këtu në televizionin Shenja. Të dyshuarit në rastin Thesari kanë filluar të merren në pyetje në gjykatë, shkuptuar se gjendet ish shefi i drejtorisë 5 të DZK-s Goran Grujovski dhe pritet ish shefi i DZK-s Sasho Mjalkov. Për Grujovskin është propozuar masa paraburgimit, ndërsa për Mjalkovin, për ish shefin e kabinetit të tij Toni Jakimovski dhe ish ndihmës ministrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nebojša Stajković, është propozuar marrja përkohshme e pasaportës. Ndërkohë që priten këto vendime, Prokuroria Speciale tashmë ka kërkuar që gjykatësja e kësaj lënde të ndërrohet. Goran Grujovski përsëri shpëtoi nga paraburgimi. Gjykatësi i procedurës paraprake ka vlerësuar se kërkesa e Prokurorisë Speciale nuk ka bazë për keqpërdorimet në rastin Thesari. Pritet të deklarohet edhe ish shefi i DSK-s Sasho Mjalkov. Të dyshuarit e tjerë janë ish shefi i kabinetit të Mjalkovit, Toni Jakimovski, dhe ish ndihmës ministri i punëve të brendshme, Nebojša Stajković. Prokurori i Prokurorisë Speciale disa herë hyri dhe doli nga ndërtesa e gjykatës, por refuzoi të jap çfarë do përgjigje për atë çfarë po ndodh brenda gjykatës. Teksa pritet vendimi për masat e kujdesit për të dyshuarit e tjerë. Prokuroria Speciale ka dorëzuar kërkesë që të ndërrohet gjykatësi i procedurës paraprake, i caktuar për këtë lëndë. Arsyet për këtë kërkesë gjykata nuk i ka shkruar, por tha se i kanë të gjitha në proces verbal. Kryetari i gjykatës themelore Shkup 1 Shkup në afat prej 3 ditë duhet të vendos për kërkesën e PSP-s për largimin e gjykatësit. Kjo është një precedent në punën e prokurorisë publike, pasi në punën e deritanishme të gjykatës nuk janë hasur kërkesa të tilla nga prokuroritë të tjera. Me këtë, Prokuroria Speciale Publike në mënyrë plotësuese ndikon në stërzgjatjen e procedurave që vetë ata iniciojnë në këtë gjykatë. Të dyshuarit në rastin Thesari ngarkohen me veprat e keqpërdorimit të funksionit për pasurim personal, pasi brenda vitit 2010 dhe vitit 2015, disa herë kanë zhvilluar tender me çmime të fryera për pajisje të përgjimit, edhe pse pajisjet kanë mundur të blihen nga prodhuesi britanik direkt. MPB-ja ka zgjetur blerjen nëpërmjet kompanisë vendore Finzi, që kishte pronar të ndjerin Kosta Kërpaç, duke i paguar asaj çmime disa herë më të mëdha se sa të kompanisë prodhuese. Gjykimi i ish kryeministrit Nikola Gruevski është caktuar për datën 21 nëntor, kanë bërë të ditur gjatë ditës së djeshme nga gjykata themelore. Gjykata shpjegon se ka caktuar në këtë kohë nga se gjykatësja Tatjana Mihajlova, e cila do të drejton lëndën, ka shumë seanca tjera gjyqësore të caktuara, mes tjerash edhe për raste për të cilat ka të akuzuar në paraburgim, andaj raste të tilla kanë përparësi. Gjykata ka formuar lëndë në bazë të propozim aktakuzës nga ana prokurorisë për ndjekje të veprave penale që dalin nga ndjekja jo e ligjshme e komunikimeve kundër 14 personave, ndërsa duke pasur parasysh renditjen e seancave të caktuara e gjykatësi që merret me lëndën, si dhe numrin e madh të akuzuarve në këtë lëndë, seanca kryesore është caktuar për datën 21 nëntor 2016 në orën 10, ndërsa ftesat janë dërguar tek palët së bashku me monstrën e aktakuzës, kanë thënë nga gjykata. Ka vazhduar sot seanca për rastin e Kumanovës, ndërsa kësaj radhe ajo ka qenë me dyert të hapura. Sot u mor në pyetje një dëshmitar i propozuar nga prokuroria, i cili u ankua për keq trajtim nga policia. Avokatët thanë se ekzistojnë mbi 4.000 faqe prova që do të shqyrtohen disa muaj me radhë.
Seanca e rastit të Kumanovës ka qenë e hapur për opinionin. Sot të dëgjua një dëshmitar, ndërsa 3 të tjerë nuk ishin të kapshëm për policin. Murat Lutfiu, i propozuar nga prokuroria, e tregoi versionin e ngjarjes së 9 majit dhe u ankua për keqtrajtimin nga policia. Në një moment, prokuroria tha se deklarata e tij nuk përputhet me atë që e ka dhënë fillimisht, por mbrojtja doli në ndihmë me kërkesë që dëshmitari të mos merret më në pyetje, pasi deklarata e tij e parë nuk figuron askund. Kur erdhi pjesa e marrjes në pyetje dhe kundërshtimi i pjesës të deklaratës së cilën ai Gjoja ka thënë ndryshe në procedurën paraprake, këtu mbrojtja kundërshtoi, sepse në rastin konkret nuk mund që prokuroria të thirret në nenin 385 dhe shpalljen e dëshmitarit i cili Gjoja ka thënë diçka në kundërshtim sepse mbrojtja nuk e ka pasur atë deklaratë që të njoftohet dhe të shohë se nëse me të vërtetë atë që e pohon prokuroria është ashtu apo është diçka e kundërt. Avokati mëtej tha se mbrojtja ka një numër të madh të dëshmitarëve, të cilët do të propozohen për të dëshmuar në lidhje me lëndën. Dëshiroj të them se gjithë ata që dinë diçka për këtë lëndë do të propozohen nga ana e mbrojtjes, qofshin ata politikan, dëshmitar të thjesht, bashkëqatar me qëllim që të dalë në dritë e vërteta për këtë lëndë. Tani po vazhdon shqyrtimi i provave materiale që janë të shënuara në afro 4000 faqe. Kjo, sikurse dëgjimi i dëshmitarëve të mbrojtur, mund të zgjasë me muaj të tërë. Derisa mbrojtja do të vijë në radhë të propozojë dëshmitar, do kaloj një kohë e gjatë. Hapja Universitetit Nën Tereza ka filluar me shumë probleme, edhe pse është hapur konkursi për regjistrim. Ky universitet akoma nuk ka objekt të vetin, por do të shfrytëzojë hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore. Ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu thotë se përzgjedhja e profesorëve nuk është bërë në baza politike, edhe pse vetë rektori Aziz Pollozhani ka qenë ish-ministër i BDI-s. 2 javë deri në fillimin e vitit akademik në Universitetin Nën Terezë, Ministri i Arsimit ka vendosur që për shkak të mungesës së një objekti të vetin, ky universitet të shfrytëzojë hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore në Shkup për të zhvilluar studimet. Ministri i Arsimit dhe Shkencës beson se janë pjekur të gjitha kushtet që Universiteti Nën Tereza të fillojë me të gjitha nishanet, pasi sipas tij pjesa dërmuese e këtij projekti është realizuar dhe ka mbetur të rregullohen vetëm pjesët teknike dhe gjithçka do të rrumbullaksohet. Ai informoi se Komisioni AM ka bërë përzgjedhjen e profesorëve të cilët janë pjesë e kuadrit akademik, ndërkaq është përzgjedhur edhe Senati i cili ka emëruar ish-ministrin e Arsimit dhe Shkencës Aziz Pollozhanin si rektor të këtij universiteti, mandati i të cilit do të jetë 6 muaj. Lutfiu mohoi se punësimet janë bërë në bazë partijake, duke thënë se Komisioni AME ka bërë punën në mënyrë profesionale. Nuk është se është një pjesë e madhe, me thënë janë 3 vet. Nuk besoj që kjo është pjesa dërmuese e universitetit, megjithatë ne nuk mund t'i ndalim ato profesorë të cilët kanë titull shkencor që të aplikojnë në një universitet. Ky ka qenë vendimi i komisioneve AM dhe të pavarur nga kuadrot politik, nëse mund ta quaj, dhe ato i kanë përzgjedhur këto profesorë të cilët i kanë titull shkencor. Megjithatë, një pjesë e kuadrit të përzgjedhur deri tani ka të kaluar politike, duke filluar që nga rektori i këtij universiteti ish funksionari i Partisë së Ahmetit. Në listën e stafit akademik të këtij universiteti bëjnë pjesë edhe ish kryetari i komunës së Studeniçanit Fatih Iseni, përgjegjësi për arsimin e lartë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës Agim Rushiti, ish zëvendës ministri i mbrojtjes dhe ish ministrive qeverisjes lokale Rizvan Sulejmani, si dhe zëdhënësja e komunës së Çairit Kaltrina Zekolli, e cila është një ndër emrat që po ashtu bën pjesë në listën e stafit akademik të këtij universiteti. Emra tjerë që bëjnë pjesë në këtë listë janë Bekim Fetai, Zana Aliu, Agron Kurtishi, Bistra Netkova. Ministri Lutfiu nuk përjashtoi mundësinë e shkrirjes së Universitetit të Evropës Juglindore në Universitetin Nën Terezë. Megjithatë, për këtë gjë ai tha se duhet të diskutohet më vonë dhe se ky është një proces që duhet të ndodhë natyrshëm. Aktualisht listën e kuadrit akademik e përbëjnë 45 persona, gjë që për Lutfiun është një numër i mjaftueshëm për të filluar një vit akademik. Edhe se së shpejti pritet një konkurs i dytë për plotësimin edhe të 39 vendeve të tjera të zbrasta. Fakultetin e Shkencave Sociale kemi 5 profesor dhe 3 asistent. Fakulteti i Shkencave Informatike 4 profesor dhe 6 asistent. Fakulteti i Shkencave Teknologjike 5 profesor dhe 3 asistent. Fakulteti i Shkencave Teknike 7 profesor edhe 7 asistent. Fakulteti i Ndërtimtarisë 3 profesor
edhe 2 asistent. Jo, besoj se kuadri është I mjaftueshëm për të nisë një vit akademik. Tash kemi domethënë edhe 39 pozicione të lira dhe me siguri komisionet tanë së bashku tashmë me organet e formuara do shpallin konkursin e dytë për plotësimin e vendeve të lira. Buxheti parapar për Universitetin Ana Terez sipas Lutfiut është rreth 80 milion denar. Janë parapar kuota për 1220 studentë në të gjitha 5 fakultetet, ndërka që regjistrimi online do zgjas deri më 15 tetor. Lutfiu informoi se ndërtimi I objektit të përhershëm të këtij universiteti do të fillojë në vitin 2017 në hapësirat e ish kazermës I Linden. Ministri I Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiu konsideron se shkollat fillore private funksionojnë në përputhshmëri me ligjin dhe se do të vazhdojnë të funksionojnë si të tilla. Ai më herët pati thënë se ata funksionojnë si pilot projekte, ndërsa Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë saktëson se arsimi fillor është e drejtë të cilën në mënyrë ekskluzive duhet ta realizojnë vetëm organet shtetërore. Televizioni Shenja adresoi edhe disa pyetje shtesë që ndërlidhen me shkollat fillore private, por deri tani nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Në mesin e shkollave të këtilla është edhe Yahya Kemal Junior që në opinion ndërlidhet me udhëheqësin e organizatës terroriste Fethullah Gülen. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë në mënyrë të prerë thotë se arsimin fillor në mënyrë ekskluzive duhet të realizojnë organet shtetërore. E krahas kësaj, Ministri I Arsimit Pishtar Lutfiu thotë se shkollat fillore private funksionojnë në përputhje me ligjet e vendit. Më herët, ai pati thënë se shkollat fillore private funksionojnë si pilot projekte, apo thënë ndryshe si projekte testuese. I pyetur se deri kur do të vazhdoj funksionimi I shkollave të këtilla në Maqedoni, Ministri Lutfiu tha se ata do të funksionojnë përderisa janë në përputhje me ligjin. Shkollat private përderisa I respektojnë, domethënë, ligjet e Republikës Maqedonisë, do të vazhdojnë të funksionojnë. Nuk duhet t'i mohohet askujt e drejta për studiu, për të mësu në shkolla private, kështu që besoj është një praktik që është edhe në të kaluarën, vazhdon edhe sot. Televizioni Shenja në formë shtesë adresoi disa pyetje në lidhje me atë se sa shkolla fillore private funksionojnë në Maqedoni, kur kanë filluar aktivitetin e tyre dhe u janë vazhduar lejet e funksionimit, por deri në këto çaste nuk kemi marrë asnjë përgjigje. E në ndërkohë, kujtojmë se kushtetuta si akti më I lartë juridik në vend përcakton qartë se kush guxon e kush nuk guxon të themelojë shkolla fillore. Qytetarët kanë të drejtë në kushtet e përcaktuara me ligj të themelojnë institucione private të arsimit në të gjitha shkallët e arsimit, përveç se në arsimin fillor. Edhe pse ministri pohon se shkollat fillore private funksionojnë si pilot projekte dhe nuk janë në kundërshtim me ligjet, tani më disa vite në Maqedoni funksionojnë shkolla fillore private, në mesin e të cilave dhe Yahya Kemal Junior, që në opinion ndërlidhet me udhëheqësin e organizatës terroriste Fethullah Gülenin, të dyshuar se qëndron pas grushtetit të dështuar në Turqi. Vazhdimi debatit për propozim buxhetin e qeverisë për vitin 2017 ka përplasur deputetët e BDI-s dhe PD-s-s, përderisa nga Partia Shqiptare në pushtet e kanë vlerësuar propozim buxhetin si proporcional dhe të balancuar, nga PD-s-ja kanë quajtur si monoetnik dhe që vetëm 3% e tij do të investohet në vendbanimet shqiptare. Deputeti Ernat Fezullahu nga PD-s-ja ka akuzuar deputetët dhe ministrat e BDI-s se mendojnë si ministrat e VMRO-DPMN-s, ndërsa Rexhail Ismaili nga BDI-ja e ka akuzuar Fezullahun se PD-s-ja gjatë qeverisjes së saj ka realizuar vetëm një projekt dhe atë me para të donuara nga jashtë. Propozim buxheti I qeverisë për vitin 2017 është monoetnik për PD-s-n, ndërsa I balancuar dhe proporcional për BDI-n. Me këto vlerësime, deputetët e partive shqiptare në kuvend kanë zhvilluar debatin për buxhetin e vitit 2017. Deputeti Ernat Fezullahu nga PD-s ka akuzuar BDI-n se vetëm 3% të buxhetit e ka siguruar për shqiptarët. Akuzat e këtilla I ka quajtur të papaza deputeti I BDI-s Rexhail Ismaili, duke thënë se deputetët e PD-s flasin pa fakte. Në bazë të analizave të ekspertëve, 97% të këtyre mjetëve shkojnë për projekte monoetnike maqedonase dhe në vendbanimet maqedonase. Partneritet është 3% shime në 97%. Nëse dilni me shifra konkret, atëherë mund të ballafaqohemi, mund të debatojmë. Po derisa dilni me shifra jo të sakta, me reterime, njëri 1%, tjetri 3%, tjetri 5%, tjetri 8%,
atëherë ne realisht ju morim jo serios në këto vlerësimet tuaja. Jo vetëm si grup parlamentari Bashkimit Demokratik për Integrim që përbëhet prej 19 deputetëve, po edhe si opinion, edhe si grupe parlamentare tjera, dini jo serios para gjithve me vetë deklaratët e juaja. Gjatë replikave, deputeti Ernat Fizullau ka akuzuar deputetin dhe ministrat e BDI-s se mendojnë njëjtë si ministrat e VMRO të PMN-s, ndërsa deputeti Rexhaili ka akuzuar PD-shin se gjatë 6 viteve në pushtet që nga formimi i partisë ka realizuar vetëm një projekt. Nuk është as pak shqetësuese për ai, gjoni shaflet. Nuk është as pak shqetësuese 8 vjet voton Shkupin 2014, nuk është në gjendje të votojë një usjellës në katunin e tij. Slupça, 100.000 euro. Voton muzeun e VMRO-s në Shkup, nuk voton për rregullimin e rrugës në Slupça. Qa flet? Pas turp është e kjo dhe që të gjo. Edhe njëherë e vërteton se jo që mendon si VMRO-ja, por edhe funksionon, truni u funksionon si VMRO të PMN-ja. Po dëshoja gjatë periudhës sa ka qenë pushtet, 6 vite, 2 mandate, një 4 vjeçar dhe i diti 2 vjeçar, në formë jo legjitime dhe legale, ka realizu një projekt, edhe atë e përmendi, projektin e Universitetit Evropës Juglindore, por të cilin projekt nuk e ka realizu me paret buxhetit, me paret shtetit, po e ka realizu si me donacione dhe mjetet të cilat vinë nga burime të destinuara nga jashtë e në kas për këte universitet. Në seancën e Komisionit për Financim dhe Buxhet, në propozim buxhetin e qeverisë për vitin 2017, nga PDSH dhe LSDM njoftuan se do të propozojnë qindra amendamente, ndërsa BDI dhe VMRO të PMN u shprehën se e mbështesin propozimin e qeverisë. Ndrojmë temën, Feta Ajdini nga Kumanova përveç që shprekur nga paraliza cerebrale, ka edhe një tjetër hall të madh. Ai thot se nuk po i mundësohet shlyerja e borxheve të rrymës elektrike si rasti rrezikuar social. Këtë veprim ai e përjeton si diskriminim. Ta ndjekim kronikën. Feta Ajdini nga Kumanova po vuan nga një paralizë cerebrale, e cila ja pamundëson atij që të zhvillojë jetë normale. Ajdini deklaron se që kur i është paraqitur kjo sëmundje në vitin 2004, jeta e tij më nuk është njësoj. E ka të pamundur të punojë dhe të mbajë familjen dhe se kjo i shkakton shumë vështirësi në jetën e tij. Kam pasur me 29-11 2004 një paralizë cerebrale. Kam pasur një operacion në kokë. Falë me Zotë, sot jam ku jam, që këtë moment, kam probleme me dorën e majtë, edhe me kamën e majtë. S'mujtë, kurse kam dokumentin 100% jam që dora nuk më funksionon kraj edhe kama. Përveç sëmundjes së tij të vështirë, ai thot se po përballet edhe me një problem tjetër, me atë të faturave të rrymës elektrike. Sipas tij, atij ju refuzua e drejta e shlyerjes së borxheve për rastet e rrezikuara sociale dhe kjo e bën të ndihet i diskriminuar. Kur du lajmi që qeveria pishlin borxhet këtij kush janë këto raste invalidore social, me qenë se Maqedonia paraqitet si në shtet social, edhe na bojnë pjesë në shtetin social, po neve na hiqet e drejta. Këti kam vendimet që pikur më ndim sociale, kështu, edhe i qova vërtetimet të qendrës sociale, edhe vërtetimet më të reja që jam rast invalidor, me ato mjekët që janë të kësaj lëmijës, më kanë thonë që jam i paftë. Edhe aty nuk më pranun, edhe tash më qunë, më detyrun në për të marrë parë borxh. Ajdini, i cili jeton i vetëm me bashkëshorten, më tej shton se muajin e kalojnë vetëm me një asistencë të vogël. Ndihmë kjo e cila sipas tij është shumë e vogël edhe për gjërat elementare në jetë e aq më pak për të paguar faturat. Qeveria Kosovës po merret intensivisht me rastin e arrestimit të Nehat Thaçit nga ana e autoriteteve të Serbisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe kancelare gjermane Angela Merkel dënuan ashpër sulmet barbare në Halep të Sirisë.
Qeveria e Kosovës po merret intenzivisht me rastin e arrestimit të Nehat Thaçit, drejtori i policisë rajonale në Mitrovic nga ana e autoriteteve të Serbisë. Kështu kanë deklaruar ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha dhe ai i punëve të brendshme Skender Hyseni. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, Hoxha i ka thënë se ministria që ai drejton është marrë intenzivisht me rastin e arrestimit të Thaçit, ndonse sipas tij në kohë të tilla nuk bëhen deklarata për opinion publik, sepse nuk është në natyrën e Ministrisë së Punëve të Jashtme që paralelisht me angazhimin diplomatik të bëhen deklarata në proces. Kryeministër, dua t'ju siguroj edhe juve dhe qytetarët se e kemi dhënë maksimumin nga ana jon. Natyrisht që në rastet e tilla janë të papranueshme për ne si qeveri e Republikës së Kosovës, sikurse janë të papranueshme dhe rritja e numrit të kërkesave nga ana e Serbisë në kuadër të Interpolit, ku shpesh herë qytetarët e Republikës së Kosovës pa asnjë të drejtë ndalen në kufij të shteteve fqinje, është shprehur Hoxhaj. Policia gjermane njoftoi se nga zjarri që shpërtheu në një spital në pjesën perëndimore të vendit, jetën e kanë humbur 2 persona, ndërsa 15 të plagosur, 6 prej të cilëve kanë marrë plagë të rënda, raporton Agjencia Anadolu. Më shumë se 200 zjarfikës janë duke luftuar me flakët e zjarrit në spitalin Bergmannsheil në Bochum, njëri nga më të mëdhat në zonën e Ruhrit. Në deklaratën e policisë bëhet e ditur se zjarri ka shpërthyer sot në mëngjes rreth orës 2:30 të mëngjesit në një dhomë të pacientëve në katën e 6. Spitali Bergmannsheil është ndërtuar në vitin 1888 për trajtimin e punonjësve të plagosur në minierat e qymirit nga zona përreth Ruhr. Konsiderohet si një nga klinikat e para të specializuara në botë për emergjenca. Në sulmin që avionët luftarak të regjimit sirian kanë ndërmarrë me bomba vakum në Idlib, qytetat dhe vendbanimet në rrethin në veri perëndim të vendit, 20 persona kanë humbur jetën, ndërsa 24 të tjerë janë plagosur, raporton Agjencia Anadolu. Leysel Faris, njëri nga zyrtarët e mbrojtjes civile në Idlib, në deklaratën për gazetarin e Agjencisë Anadolu, tha se avionët luftarak të regjimit sirian kanë ndërmarrë sulme me bomba vakum në vendbanime dhe si pasoj jetën e kanë humbur 7 civil në Idlib, 8 në vendbanimin Gjargjanaz dhe 5 në qytetin Han Shayhun. Ekipet e mbrojtjes civile nxorën shumë fëmijë nga rënojat në vendbanimin Gjargjanaz, i cili u bombardua nga avionët reaktiv të regjimit. Si pasojë e sulmit, një ndërtesë peskatëshe u dëmtua shumë. Ekipet kanë filluar punimet për pastrimin e rënojave përmes makinerive të punës të afaris. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe kancelare gjermane Angela Merkel dënuan ashpër sulmet barbare në Halep të Sirisë, raporton Agjencia Anadolu. Obama dhe Merkel zhvilluan një bisedë telefonike dhe dënuan sulmet e Rusisë dhe forcave besnike të presidentit Bashar al-Assad në Halep, ku jetojnë qindra mijëra civil, në mesin e të cilëve gjysmën e përbëjnë fëmijët. Si që theksohet nga shtëpia Bardh, Obama dhe Merkel kanë biseduar për ngjarjet e fundit në Siri, por edhe për situatën aktuale në Ukrainë. Theksohet se presidenti amerikan dhe kancelare gjermane i kanë dënuar ashpër sulmet në këtë qytet sirian. Ata u pajtuan se Rusia dhe regjimi sirian mbajnë përgjegjësi të veçantë për përfundimin e konfliktit në Siri dhe mundësimin e dorëzimit të ndihmës humanitare të Kombeve të Bashkuara në rajonin në rrethim. Dhjetra lider botëror janë mbledhur në Izrael për të kryer homazhe për Shimon Peres, i cili u nda nga jeta të mërkurën e 28 shtatorit në moshën 93 vjeçare. Funerali shtetëror mbahet në Jeruzalem, ndërsa masat e sigurisë janë shumë të larta. Mes personaliteteve do të jetë edhe lideri palestines Mahmud Abbas, i cili do të vizitojë Izraelin për herë të parë pas 12 vjetës. Faqja izraelite e lajmeve Haaretz informon se vetë lideri palestines ka kërkuar të jetë në ceremoni. Edhe presidenti Barack Obama ndodhet në funeral. Ish presidenti dhe ish kryeministri izraelit posoi një goditje të rëndë në tru më 13 shtator dhe vdiq në spitalin e Tel Hashomerit.
Kompania në biznesin e naftës, Lukoil, shënon 25 vjetorin e punës me 5.000 pompa benzine në 22 vende të botës. Kompania ka rritur rezultate të mira falë teknologjisë unikate që përdor në 11 vitet e fundit. Kjo kompani funksionon edhe në Maqedoni. Kompania Lukoil shënon 25 vjetorin e funksionimit të saj si ndërmarrje transnacionale, ndërsa 11 vjet si pjesëmarrëse në tregun e Maqedonisë. Drejtori generali i Lukoil në Maqedoni, Andrej Mihajlović Kuku, tha se kjo kompani për këtë periudhë 25 vjeçare ka fituar një arritje të madhe, e gjithë kjo për shkak të teknologjisë unikate që posedon. Sot Lukoil është kompani ruse transnacionale, e cila posedon teknologji unikate dhe kjo është njëra prej arritjeve më të mëdha për periudhën 25 vjeçare, si shembull të shërbejnë edhe platforma detare për ekstraktimin e naftës. Kuku Mihajlović gjithashtu shtoi se kjo kompani e ka fituar epitetin e një partneri të sigurt dhe ka fituar një reputacion jashtëzakonisht të përsosur për shkak se ka fituar besimin dhe mbështetjen e klientëve apo blerësve të tij. Rëndësia e jashtëzakonshme qëndron në faktin se në përgjithë botën kompania Lukoil në bazë të meritave konsiderohet si partner i sigurt global, si dhe tatim pagues më i mirë. Reputacioni i kompanisë son në qarqet e biznesit është aq i përsosur, saqë Lukoil parasheh respekt të njëjtë si tek partnerët e tij, tek blerësit e tij, ashtu edhe tek konkurrentët e tij. Një reputacion i tillë nuk mund të blehet me para, vetëm mund të fitohet. Përveç Europës, kjo kompani është e pranishme edhe në Azi, Afrikë dhe Amerikë. Janë të pranishme rreth 5.000 pompa të benzinës në 22 vende të ndryshme të botës, ndërsa në Maqedoni kjo kompani numëron 397 të punësuar. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.